العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنما أصدق الكلام كلام الله وخير هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Falëndërimet I takojnë Allahut Azza wa Jall, paqja lavdërimi I Tij qoftë mbi vullën e pejgamberëve Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen dhe shokët e tij dhe të gjithë ata që e pasojnë atë deri në fundin e kësaj bote. Allahu Jalla Jalalu I bën thirrje besimtarëve në Kur'anin Kerim: O ju që besuat, friksojeni Zotit sinqerisht dhe mos disni ndryshe vetëm se duke qenë pra besimtar musliman. Fjala më e mirë është fjala e Allahut, Kur'ani Kerim, dhe udhëzimi më I mirë është udhëzimi I Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Punët më të shëmtuara në fenë e Zotit janë shpiket çojnë humbje dhe humbja çon zjarr. Nderuar vëllezër dhe motra besimtarë dhe besimtare, kemi hyrë në xhuman e dytë të muajit të Ramazanit dhe kemi kaluar gati 10 ditë duke u përpjekur me gjithë zemër dhe shpirt që besimtarët të arrijnë shpërblimin e Zotit Xhelle Xhelalu në këtë muaj të begat dhe duke shlyer të gjitha gjunahet e tyre. Mirë po, ne dim që pejgamberi alayhi salatu wassalam na ka mësuar në hadithet e tij, duke thënë në hadithin e transmeton Imam Muslimi, që Allahu Xhelle Xhelalu thot: agjerimi është për mua dhe unë shpërblej për të. Në hadithin tjetër, agjerimi është mburoje, ai është për mua dhe unë shpërblej për të. Prandaj, kush është për ju agjerueshëm, fala yarfuthu wala yaskhabu. Kush për ju agjerueshëm, mos ta prishi gojen, mos të debatoj dhe mos ta ngrej zërin. Pejgamberi alayhi salatu wassalam në hadithin tjetër na ka treguar qartasi dhe drejt për drejt që agjerimi është mburoj përveç atyre që e thyen mburojen e tyre. Në hadithin e Ibn Majah ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam: as-sawmu junnatun ka junnati ahadikum fil harb. Agjerimi është mburoj si mburoja dikujt për ju në luftë. Në hadithin tjetër thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: as-sawmu junnatun. Agjerimi është mburoj përderisa nuk e thyen, nuk e çan apo e shyen mburojen e tij. Pejgamberi alayhi salatu wasalam në hadithin që transmeton Buhari dhe Muslim thot: as-salawatu al-khamsa, 5 kohët e namazit, wal jum'atu ila al-jum'ati wa ramadanu ila ramadan. Pra 5 kohët e namazit, xumaja nga xuma, xumaja në xuma dhe Ramazani në Ramazan, janë çfarë? Janë false të gjunaheve, illa vetëm atëherë idha shtanabtal kebair, vetëm atëherë kur robi I ruhet gjunaheve të mëdha. Prandaj dhe hutbja sot me ka titullin Hassin siyamaka aw sawmaka. Ruaje dhe mbroje agjerimin tënd para se të dalësh nga muaji I Ramazanit vetëm me uri dhe etje, duke mos fituar asnjë sevap dhe asnjë mirësi nga ky muaj I begat. Allahu Xhel pejgamberi alayhi salatu wasalam në hadithin tjetër që e transmeton Imam Muslimi dhe tjerë: idha kana yawmu sawmi ahadikum, nëse dikush për ju është agjerueshëm atë ditë, fala yarfuthu yawma idhin wala yaskhabu wa in shatamahu ahadun aw qatalahu falyakul inni imrum sa'in.
Pra nëse dikush për ju atë ditë është agjërueshëm, pra ditë e Ramazanit, fala yarfuthu, mos ta prishi gojen e tij, mos ta bëj gjunahe, wala yaskhabu, mos të bëj debate dhe të ngrej zërin. Dhe nëse dikush e shan apo e fyen, atëherë thotë që un jam agjërueshëm. Pra na vuri përballë një sfide pejgamberi alayhi salatu wasalam, duke e ditur që njeriu do të përballet në jetën e tij të përditshme edhe në muajin e Ramazanit me sfida të lloj-llojta, me qëndrime të lloj-llojta, me sprova të lloj-llojta, atëherë këtu tregohet se sa të fortë e ke mburojën tënde. Dhe këtu tregohet se sa i fortë je dhe sa iman të lartë ke dhe çfarë morali ke, duke dashur që mos ta prishësh gojen tënde dhe shpirtin tënd në Ramazan, dhe çfarë, duke mos e lënë që njerëzit ta çajnë mburojën tënde, ta prishin sevapin tënd, ta prishin bukurinë tënde, ta prishin agjërimin tënd, ta prishin lumturinë e ratinë e shpirtit tënd në muajin e Ramazanit. Pa është e vërtet që do të trazohemi, është e vërtet që do të sprovohemi. Ndonjëherë edhe me ato gjunahet e mëdha që pejgamberi i Zotit alayhi salatu wasalam na lajmëroi. Vëllezërit që janë jashtë që nuk kanë vend, le të futen brenda në xhami, le të futen brenda. Ngushtoni pak. Le të ngushtohen, ka vëllezër, akoma shoh ka vend plot brenda. Ngushtohen vëllezër. Ngushtoni vëllezër. Prandaj pejgamberi ynë alayhi salatu wasalam na mësoi në hadithin tjetër, men lam yada qawla az-zura wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Kush nuk e braktis sot fjalën e rrem apo dëshminë e rrem dhe punën me dëshminë e rrem, pra kush nuk e braktis pra fjalën e rrem dhe punën me të, Allahu xhelle xhelalu nuk ka nevojë që njerëzit të lënë ushqimin dhe pirjen e tyre. Wallah. Kështu që mund të agjërosh gjithë natën dhe gjithë ditën, mund të bësh dhikr, të falësh namaznate, por sa kohë që nuk e ruan gjuhën tënde nga fjalët e rreme, nga përgojimet, nga thashethemet, jam i bindur që nëse vazhdon kështu, agjërimi jot do të fitosh vetëm se urim dhe etjen. Në hadithin tjetër të Ibn Khuzejmes dhe transmeton Imam Ahmedi me sened mirë transmetimi, rubba sa'imin hadhuhu min siyami al-ju' wal 'atash. Ndoshta thot shumë prej agjëruesve, thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, nuk do të fitojnë nga agjërimi i tyre vetëm se urin edhe etjen. Kurse në hadithin tjetër thot pejgamberi alayhi salatu wasalam, innama sawmu amana, agjërimi është amanet, falyahfaz ahadukum amanatahu, kështu që le të ruaj dikush për jush agjërimin e tij. Pra kthehemi ke hadithi i parë i pejgamberit alayhi salatu wasalam, ku Allahu xhelle xhelalu i drejtohet pejgamberit, inna as-sawma li, agjërimi është vetëm për mua dhe unë shpërblej për të. Ose në hadithin tjetër, çdo punë e birit Ademit është për të, përveç agjërimit ai është për mua. Pra e veçoi Allahu azza wa jall agjërimin, pra si një lloj amaneti që besimtari duhet i përmbahet atij sa të ketë mundësi. E sa prej njerëzve sot që ditën e parë të agjërimit jo vetëm që e çajnë mburojën e tyre, antiplumin e tyre, po e shqyejnë fare. Edhe pse janë në agjërim, sepse nuk din ta bëjnë dallimin midis muajit të agjërimit dhe Ramazanit, që edukon njerëzit për vetëpërmbajtje dhe muajve dhe ditëve të tjera, për cilat na ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam që duhet jemi të kujdesshëm. Thot Jabiri radiallahu ta'ala anhu, in sumta falyasum sam'aka wa basaraka wa lisanaka anil kadhibi wal ma'athimi wa da'adha al khadim. Pra nëse agjeron, le të agjeroj dëgjimi yt, shëkimi yt, gjua jote nga i gënjeshtra dhe gjunahet, dhe mos i bëjte më shërbëtorit ati që ti kujdesesh. Walyakun alejke waqarun wa sakinatun yawma siyamik. Dhe ditën e agjerimit duhet të jesh i përulur dhe i qetë. Wala taj'al yawma fitrika wa yawma siyamika sawa. Dhe mos e konsidero, mos e bëj ditën e agjerimit dhe ditën e zakonshme një lloj. Nuk janë një lloj. Allahu xhelle xhelalu na e përshkruajti në Kur'anin Kerim, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O ju cilët besuat, ju bë juve obligim agjërimi siç ka qenë për popujt para jush që ju të bëni të devotshëm.
E si mund bësh njëri i sjellshëm, i moralshëm, i devotshëm, kur nuk ruan dot gjuhën tënde, nuk ruan dot agjërimin tënd, nuk ruan dot namazin tënd, nuk ruan dot dhikrin tënd, nuk ruan dot sadakan, iftarin dhe syfirin tënd, pra të gjitha sevapet i ken tok. Vetëm se ti nuk e përmend dot veten gjatë muajit të agjërimit. Madje nga gjërat më të rrezikshme në agjërim është kur bën gjuna të mëdha, gibet për gojim i hapur, qoftë edhe bi ishara me shenjë, duke bërë njerëzve. Shiko filani, si qa bënej. Wallah. Ose qeshja me ironi dhe tallje ndaj sjelljes dhe veprave të njerëzve, edhe kjo e rrezon sevapin e agjërimit. Prandaj Allahu Azza wa Jall e di se ne çfarë kemi në zemra. E di Zoti se çfarë kemi në zemra, dhe kështu përpjekja për të justifikuar sjelljet dhe veprat tona, ironit tona, qeshjet tona, nënçmimet tona ndaj njerëzve janë të shkruara, të ruetura tek Zoti, edhe pse ndoshta na shpëtojnë neve. Pra lutim Allahun Azza wa Jall na i fali gjunat dhe gabimet, dhe të na ruaj agjërimin ton, namazin ton, sadakan ton, leximin ton Kur'anit, nga sharjet, shpifjet, përgojimet dhe humbja e sevapeve. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala nabina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falënderimi i takon Allahut Azza wa Jall. Paqja lavdërimi i tij qoftë mbi vullën e pejgamberëve Muhammedin alayhis salam, familjen dhe shokët e tij dhe gjithë ata që pasojnë atë deri në fundin e kësaj bote. Nderuar vëllezër dhe motra besimtarë dhe besimtare, ju e dini hadithin e njohur të pejgamberit alayhis salatu wassalam, i cili thotë: do të vijë robi me namaz, me agjerim, me zekat, sa mali. Mirë po, të gjitha këto do të hidhen poshtë. Prandaj dhe ai pyeti sahabët e tij: atadruna man al muflis? A e dini kush është i dështuari? I than ai që s'ka para, tha jo. I dështuari është ai që vjen ditën e Kiametit me namaz, me agjerim, me zekat, ka kryer haxhin, ka kryer gjitha. Mirë po, këtë e ka përgojuar, këtë e ka shar, këtë e ka vrar, këti tjetri ka vjedh pasurinë. I merren të gjitha sevapet dhe u jepen atyre i cili i ka dëmtuar. Dhe më tutje thot ngel pas një sevap dhe hidhet të flaket në zjarrin e xhenemit. Pra, të bësh kaq shumë sakrifica gjithë jetën dhe ta agjërosh kaq shumë Ramazane, sa vjeç je? 50, 60, 20, 30, 100 vjeç. Zëre se ke filluar agjërimi 20 vjeç, 80 vjet agjërosh dhe ti hedhësh poshtë duke u marrë me njerëzit, duke përgojuar njerëzit, duke nënçmuar njerëzit, duke vjedhur njerëzit, duke u marrë hakun të tjerëve. Prandaj vëllezër dhe motra, mos e merrni si shaka këtë punën e përgojimit në Ramazan, sepse është shumë çështje e rrezikshme dhe madje jo vetëm kaq, por je nga njerëzit e dështuar ditën e Kiametit para Zotit subhanahu wa taala. Thot Mujahidi radhiyallahu taala anhu: khaslatani man hafidhahuma salima lahu sawmu. Dy cilësi kush i ruan ato e ka ruajtur agjerimin e tij. El ghibatu wal kadhib, ka thënë përgojimi dhe gënjeshtra. Kurse në hadithin më të drejt për drejt të Imam Darimiu dhe senedin e tij të Imam Ahmedi, thot Ebu Ubejd ibn Jarrah, sahabi nderuar që është quajtur Emini, besniku i Metit, thot e kam dëgjuar pejgamberin alayhis salatu wasalam të thot: as-sawmu junnatun ma lam yakhriqha. Agjerimi është mburoje përsa kohë që ky nuk e çan mburojen e tij. Pra agjerimi është mburoje. Ta ka dhënë Zoti Xhele Xhelalu si mburoje. Shkon luftë, e vesh antiplumin që të mbrohesh, apo jo? Por kjo nuk do të thotë që ti dalësh kundërshtarit përpara dhe ti hapësh antiplumin dhe thuash urdhë, provoje, më vret dot apo jo? Kështu veprojnë ata njerëz të cilët agjerojnë dhe lëshojnë gjuhën e tyre, tallin, nënçmojnë, përgojojnë, gënjejnë, mashtrojnë, shtojnë, ironizojnë njerëzit. Dhe kanë harruar që këta sevapin e tyre e fshin nga agjërimi i tyre. Por shukur Zotit që ka dhe iziti tjera, le të bëjnë tobe dhe pendim tek Zoti subhanahu wa taala, ta shtojmë istighfarin, kërkimin e faljes tek Zoti Xhele Xhelalu, sepse kemi akoma ditë që mund të përmirësohemi, qoftë dhe ditën e fundit muajit të Ramazanit, kemi kohë që ta ruajmë veten tonë, ta përmirësojmë veten tonë, duke shtuar kërkimin e faljes tek Zoti subhanahu wa taala.
duke shtuar istikfarin tauben tek Zoti xhelle xhelalu. Prandaj vëllezër dhe motra, ky është dhe muaji i tëubës dhe istikfarit dhe kërkimit faljes. Është muaji për uljes, prandaj nëse neve nuk e rregullojmë dhe përsosim karakterin dhe moralin tonë në muajin e Ramazanit, a mendoni se ka muaj tjetër që mundet na e rregullojë neve moralin? Unë besoj që jo. Prandaj dhe Zoti xhelle xhelalu na e solli këtë muaj që njerëzit të gjejnë veten e tyre, të marrin llogari veten e tyre, të marrin llogari jetën e tyre, gjatë gjithë kësaj kohe, 20, 30, 40, 50 vjeç, ai kanë bërë gjërat e duhura. Ai kanë bërë gjërat e duhura, a kam ndjekur rrugën e dur, a jam modeli i dur për familjen time, për prindrit e mi, për fëmijët e mi, apo jam njeri i degraduar që do të vazhdojmë si njerëz të rëndomt? Prandaj dhe Zoti ka thënë Kur'anin Kerim, entum a'launa in kuntum ta'lamun, ju jeni më lart se të tjerët nëse e kuptoni. Sepse Allahu Azza wa Jalla, si thot në hadithin e pejgamberit, Allahu nuk shikon pamjet tuaja, veshjet tuaja, por shikon zemrat e juaja. Prandaj lutim Allahun Azza wa Jalla na i pastroj zemrat nga ignoranca dhe padituria. Lutim Allahun na i pastroj zemrat nga ignoranca dhe dituria. Lutim Allahun na i pastroj zemrat nga hasedi dhe smira. Lutim Allahun na i pastroj zemrat nga urrëtia dhe e keqja. Thë nëse shërohen zemrat, shërohet gjuma. Prandaj dhe pejgamberi ynë thot në hadithin e tij të njohur, la yastaqimu iman abdin hatta yastaqima qalbu. Nuk do të drejtohet, do të orientohet, do të jetë i qëndrueshme besimi një personi derisa të jetë i qëndrueshme zemra e tij. Wala yastaqimu qalbu hatta yastaqima lisanu. Dhe nuk do të jetë i qëndrueshme zemra e tij përsa kohë nuk është i qëndrueshme gjuha e tij. Dhe nuk la yadkhulu rajulul janna. Askush nuk do të hyjë në xhenet përsa kohë që komshia e tij nuk është i sigurt nga gjuha dhe vepra e tij. Prandaj gjithse kush e bën llogarinë vetë me veten e tij dhe me Zotin e tij këto ditë, lutim Allahun të falë gjuna dhe gabimet, lutim Allahun të pranoj agjerimin ton, lutim Allahun të pranoj namazet tona, lutim Allahun të pranoj leximin e Kuranit, lutim Allahun të bashkojë zemrat në dynja dhe në ahiret. Lutim Allahun të furnizojë me xhenetin Firdaus. Lutim Allahun të ruaj vëllezërit dhe motrat tona muslimanë dhe muslimane kudo që ndodhen. Lutim Allahun të shërojë të smurët tanë. Lutim Allahun të shërojë të smurët tanë. Lutim Allahun xhelle xhelalu të shërojë smurët tanë për besimtarve. Lutim Allahun të mëshirojë gjyshit dhe gjyshet tona të vdekurit për muslimanëve. Lutim Allahun të ruaj vëllezërit dhe motrat tona kudo që ndodhen. Lutim Allahun të ruaj besimtarët kudo që ndodhen. Lutim Allahun Azza wa Jall të ruaj vëllezërit dhe motrat tona në Palestinë. Lutim Allahun të ruaj vëllezërit dhe motrat tona në Palestinë. Lutim Allahun të ruaj vëllezërit dhe motrat në Palestinë, në Sudan, në Yemen, kudo që ndodhen, e të ruaj Zoti nga sprovat dhe gjërat e pista dhe planet e këqija që shkatrojnë jetën e njerëzve. Walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.